Kur dritat ndizen jo vetëm në qytet, por edhe në kujtime, emocionet kthehen në imazhe dhe historitë në fotografi. Për këto gjëra do të flasim në këto momente, me një të ftuar i cili i memorizon në vite ato momentet që ndoshta ne në pavendien tonë dhe i anashkalojnë. Rolanda Risi, faleminderit që jemi me mua. Përshëndetje, faleminderit edhe unë për ftesën tuaj. Zakonisht 31 dhjetori është moment reflektimi, themi, por edhe mirënjohje për ndodhi, për histori që lëm pas. Për çfarë je falënderues 2025-s? Fillimisht 2025-s, pse është ajo momenti i fundit i vitit, që themi fjala që themi për ditë që tani që bërë në mod në fund të ditës, çfarë themi dhe kemi arritur në fund të kësaj dite që do ta quajmë gjithë vitin. Jemi për falenderit që ekzistuam edhe këtë ditë, sepse unë konsideroj që jeta jonë është gjithmonë një luftë që nga dita që kemi lindur disa ditë largojmë nga kjo botë, që të paktën njojmë deri tani. Dhe duke qenë se ne ekzistojmë, nëse do ta quajmë këtë, nuk thjesht ekzistojmë, por kemi jetuar, jeta gjithmonë është e tillë kur është e mbushur me ngjarje dhe lë gjurmë pas. Dhe kjo është filozofia ime që në çdo moment dua që edhe unë të lë gjurmën time, në sensin më të gjerë, më sferik, jo si person, po kjo gjurma ime t'i shërbej kombit nga unë kam dalë, vendin nga atë qytetit tim. Edhe kuptohet që zove-printaria imja dua që të ketë sado pak përveç asaj anës çmendurisë artistike që mund të ketë një artist, po të ketë edhe gjurmën që duhet ta lë në formën e një mesazhi që të jetë i kuptueshëm sa më tepër nga gjithë të tjerë. Ka qenë me angazhim e plot 2025 për ju, Roland? 2025 natyrisht fillon me shumë, ne nuk i ndajmë sepse unë punoj bashkë me bashkëshorten time si fotograf, që na bashkon bashkë ajo e para, emocioni dhe shumë gjëra tjera veç kësaj, që kuptohet unë i farë mënyrë në thonjza e përdor si modele, edhe për fotografitë e mia, është ajo muza ime personale, siç më thonë edhe shumë tjerë. Edhe kjo ka qenë e cila ka filluar në pranverën e vitit kur ne patëm një shpërthim të këtij viti që lan pas me një punë fotografike e cila u bë viral dhe u bë ndërkombëtare si në Shqipëri dhe në Greqi, kur grekët kishin festën e tyre kombëtare të pavarësisë, fillim të revolucionit grek. Dhe Eda e veshur si një nuse me rrodha dhe lule të bardha, mori pjesë në paradën e tankeve, të armatimeve të rënda të ushqikës greke, kuptohet që duke respektuar gjithmonë atë moment solemn të atij kombit cili ne jetojmë tani, se jemi emigrant atin, por duke kaluar nëpërmjet kësaj paraqitjes saja një mesazh të fortë paqes për kërkesën dhe mbrojtjen e të drejtat e emigrantëve dhe kundër racizmit në përgjithësi. Për këtë duhet të thosh jam diçka sepse ka kalon sa gjëra siç e thatë ju pak më parë, ndonjëherë kalon pak dashur u bën rena opinioni, po historia më mbrapa do flas. Kombi ka disa raste të rralla dhe midis tyre duhet të përcaktoj atë që ka qenë Selam Salaria në luftën e Florës, që natyrisht ne si vlonjat, ne kemi më lokal këtu na bën krenar. Është Vojo Kushi, Selam Salaria që ka hipur topit, ka vënë gjoksin, është Vojo Kushi i cili ka hipur mbi tank në Tiranë gjatë luftës nacionale shqiptare. Dhe është edhe Eda Mollaj, e cila ka hipur si nuse mbi tank në mes të Atinës. Atëherë 3 janë shqiptarë, 2 janë burra dhe 1 është grua dhe është vlonjatja jonë Eda. Për të kaluar mesazhin. Çfarë ka zënja juaj të bukur për fotografi? Nuk po hyj tek ndjenja, tek emocionet dhe të ndjesitë personale, por për ta pasur një fotografi të bukur, çfarë komponentësh duhet të ketë? Me këtë rast kam edhe kënaqësi të marr paga profesioni juaj, se tashmë jemi në botën e fotografisë ku vlerën ndoshta nuk ja dim, por veten e marrim nëse o. Kuptoj që natyrisht do me thënë këta në përgjithësi për fotograf kanë parasysh atë vajzën modele të bukur që themi të pasarelës, sepse edhe kur të muzat e Vlorës atëherë më thanë që pse nuk morë vajzat bukura, po më thash nuk do vajzat bukura, doja ato gratë e zakonshme siç është gruaja jon, mos trajon çupa jon, na gjyshja jon, ato janë të vërteta, të tjerat jo se janë të vërteta, po ne këto kemi kontaktin, ato të tjerat janë për revista. Edhe në rasti konkret Eda për shembull më frymëzon mua për ta gjëra sepse Eda siç ka emrin e ka Edlira, është Edlira, domethënë është vetvetja mbi të gjitha. Dhe ka edhe diçka tjetër që
flasim edhe ka kaluar 50-ta, gjysmë shekulli, me fjalë që vështirë për një moshë të tillë, për çështje fizike, flasim për moshën, që të bëj ato cirkje që them unë, të hipin në majtë kalave, të bedenave, të hipin majtë shkallëve, të qëndrojmë mes të erës për probleme që kemi bënë për fotografimin. Dhe kjo këmbgulja dhe dëshira që kam unë që më nduri poshtë, edhe eda që më mbështet, domethënë bashkë me këtë, më ka bërë që të bashkëpunojmë bashkë. Pavarësisht se në momentet e fotografisë mua më rëmbem tepër pasioni, haroj se me kë kam të bëj, haroj që ky person ka hipur me shkallë edhe toka është e paqëndrueshme aty dhe mund të bjefte vaske kripës, siç e bën në verë kur ishim këtu te Kriporia e Vlorës, që është një nga atraksionet turistike. Po ndodhin edhe incidente të tilla që mes të vapës të veshësh edhe haroj dhe i bërtas, edhe ka ndodhur edhe njerëz që kanë qenë ato rreth si bërtes super ashtu vjen si do të duron kjo. Këto janë ato. Dhe që është pasioni, më mbrapa pasaj shikojmë që filmojmë edhe skena dhe qeshim bashkë edhe kjo na ka lidhur, janë ato momente që të lidhin edhe të bëjmë. Faktikisht kam një kurreshtje, është edhe personale kjo pyetja, të më falësh për transparencë, por ndodh që vajzat e bukura, pavarësisht se e bukura është relative tek e fund, nuk dalin ose nuk janë fotogjenike në fotografi, apo kemi perceptime të gabuara për këtë gjë? Ndodh edhe kjo, sepse nëse një njeri te fotografia nuk nxjerr shpirtin e tij në fotografi, do të buzëqesh, por një buzëqeshje jo ajo mekanike, një buzëqeshje që ti buroj nga shpirti, çdo njeri del i bukur në fotografi, sepse çdo rrugë dëshifron atë që ai do, atë kërkojmë neve, që të nxjerrim dhe është e bukur çdo rrugë si çdo njeri. Çdo njeri ka bukurinë e tij, nuk është e bukur ajo që mësojmë si model, si standard, kjo është e bukur. Janë të gjitha gjërat në këtë natyrë që na ka falur Zoti për të gjithë, janë gjithçka është e bukur dhe ne duhet ta ruajmë dhe ta nxjerrim atë. Ne jemi në atmosferën festive, ju jeni rikthyer Vlorës që nga prapaskenat bashkë thatë që riktheheni shpesh në vendin tuaj. Pse zgjodhet që t'i festonit prapë edhe këtë fundvit festat në Vlorë, në qytetin tuaj, në familjen tuaj të madhe? Çdo lloj iniciative të marrësh, vendimit të marrësh për të kaluar festat këtu në Vlorë, Vlora tash problem. Ky dielli që sot në fund viti shkëlqen gjithçka dhe e bën çdo vit këtë, është problemi më i madh që tjetër. Prandaj unë e kam quajtur qyteti i diellit, Sun City Vlorën. Dhe kuptoj që ne po kalojmë tani në moshën e tretë, kur i thonë edhe kemi edhe një ndjenjë tjetër që na burron brenda, po sidoqoftë kemi edhe prindrit tanë, të cilët sido që të jetë, kjo jeta gjithmonë ka kufizimet e saj, ka një. Edhe do mundohemi që çdo moment të kemi ato bashkë me familjen, sepse në fundit kështu e kemi festuar dikur ne, brenda familjes. Jo unë, po të gjithë familjet e tjera, ishte ajo bukuria, pavarësisht se kemi lënë diçka nga traditat tonë e mjedhur i bërë modern, po është gjithmonë një fest familjare. Ne jemi shumë pak orë që hymë në 2026. Çfarë i uron vetes, çfarë i uron qytetarëve, çfarë pret nga 2026 Rëla? Mbi gjitha urojmë që të kenë të gjithë shëndet, sepse po patëm shëndetin si atë fizik, po atë mendor, kemi ato dëshira, të kemë të na burojnë ndjenjat, të na burojnë mbi të gjitha ajo që e kemi problem në përgjithësinë si shqiptar, bashkëpunimi, konstruktiviteti, që çdo gjë që të realizojmë, të kemi një bashkëpunim, sepse po patëm një bashkëpunim, do të fitojmë të gjithë. Kjo është. Edhe uroj të gjithë shqiptarëve që në këtë fund viti të bëjnë një bilans të tyre dhe të shkojnë se ku kanë arritur deri tani dhe ku duhet të shkojnë. Po mbi të gjitha të japin dorë njëri tjetrit, të kenë më tepër dashuri për çdo njeri që kanë rreth vetes tyre. Unë të falenderoj shumë që ndave kohë me ne, mbi të gjitha që ndave momente të bukura për fotografinë, por edhe për emocionet e tua, të uroj më të mirat në familjen tuaj dhe shpresoj që 2026 të jetë edhe bashkëpunim për ne. Kështu që fotografia është një nga ato kujtime që reziston kohës, i reziston njeriut dhe mbi të gjitha i reziston kujtimeve, ngelet. Faleminderit. Faleminderit edhe. Pas pak do të jemi me të ftuarën e radhës, por dhe ftuara e radhës është një zonjë për cilën e folëm tani. Vetëm pas pak. Rikthehemi bashkë në maratonën Blu Fest. U rikthyem me të ftuarën që e dëgjuam në bisedën paraardhëse, me Edën. Me Edën që një nga fytyrat që ndoshta me fjalë edhe nuk flet, por me shikim tregon, thot dhe e bën momentin. Eda, faleminderit që je me mua.
Kënaqësi edhe nga ana ime që më ftuat. Unë pak më parë bisedova për kënaqësinë në studio, por edhe për kënaqësinë e kësaj atmosfere festive dhe shkëlqimit që kanë festat e fundvitit me bashkëshortin tuaj. Me gjysmën time. Me gjysmën tuaj. Dhe në bisedën me të, pam që ju plotësoni njëri tjetrin. Po. Më trego diçka më tepër për këtë bashkëpunimin tuaj profesional, jo atë emocional. Profesionali është pak më i ndërlikuar, se Rolandi është pak i rept, si mësues. Po është mësues i shkëlqyer. Ka mësuar shumë gjëra nga Rolandi, edhe ka ecur shumë përpara. Dhe ai të specifikoj faktikisht si muza e tij, si burimi i frymëzimit të tij, ndau momente edhe të bukurave, po dhe të prapaskenave. Më the që është e vështirë të punosh me të, por si u gjende ti në këtë dëshirën dhe pasionin për fotografi? Rolandi e ka pasur pasion që në vogli fotografin. Ndërsa unë duke parë Rolandin që fotografonte, më pëlqente, po nuk i jepja shumë rëndësi këtyre gjërave, po kënaqësia e të parit, edhe duke mësuar Rolandi, hyra dhe unë në atë rrjedhojën e saj. E tani është bërë pasioni i më i madhi se i Rolandit. Mos më thua që je dhe xheloze që Rolandi të punojë. Në asnjë mënyrë. E duke qëndruar tek 2025, neve për pak ndahemi për ty, personalisht për Edën. Si mund ta specifikojmë ose ta paralelizojmë 2025-ën me një set fotografik? Ku do më çoje me një fotografi për 2025-ën? Fotografin të timen? Tënden, atë çfarë ndoshta e lidhi me ngjarjet e 2025-s, nuk e di, mund të jetë e larmishme. 2025-a për mua ishte i ngarkuar emocionalisht. Përpara kemi nisur një projekt që ide e Rolandit që më pëlqeu jashtëmase. Në pranverën në mars të 25-s në Greqi kanë festën e 25 marsit, festë ndërkombëtare e Greqisë, dhe më thotë Rolandi, mua mund të bashkëpunojmë, të bëjmë një diçka të tonën të bukurën, të kalojmë një mesazh. Ky mesazhi doni ta kaloni kaq bukur sa mund të profesionoj vetëm me një fustan nusërie. Një fustan nusërie që neve kemi krijuar vetë, të dy, del edhe një subjekt tjetër që element tjetër i Joni, dhe reklamuam atje me një mesazh shumë të bukur, mesazh paqe, se nuk ekziston më bukur se bardhësia e një nuse, një çiltërsi e një nuse që po hap një familje të re. Ke bërë dasëm me Rolandi? Këtë doja të thosha që kjo ishte një dasëm e madhe dhe imja që të ftuarit ishin të shumt. Edhe një kënaqësi e urimeve që merja, nuk e di nëse do t'i merja nga fisi im, gjitha të urime. Ishte një përballim kaq i bukur, nga pala emocione plot, të gjithë donin të dilnin fotografi, por ajo që e kaluan mesazhin e u kuptua, bravo, bravo, bravo më thoshin, që e ke kuptuan paqen e luftës. Atë që në thelb ju donin. Në thelb donin të kalonim atë. Ishte edhe një mesazh tjetër që donim të kalonim neve, se neve siç jemi një pjesë e familjes evropiane në Greqi, kemi disa probleme me dokumentat e tona, donim të tregonim edhe neve që ekzistojmë edhe ne atje, kemi edhe neve një mënyrë për të marrë edhe të drejtën tonë. Të drejtën tonë. Jemi pjesëtarët edhe ne. Dhe fotografia me pak fjalë flet. Flet shumë. Pavarësisht se neve në momente të caktuara mund mos ja ndjejmë vlerën, sepse ndodh. Më kupton, ka momente që e fshim një fotografi, por që kur e kërkojmë pastaj mund të jetë vonë. Nëse në këtë rrugëtimin tuaj të dy bashk, të dy miq, të dy shok zemre, të dy shok jete, të dy po ndani një pasion për fotografin. Çfarë projekti ke ti për 2026-ën? Që do jetë me këmbgulje ta realizoje? Pasioni i fotografisë është pasioni i parë imi, por Rolandi më ka thënë që ti ke një metal, ke qenë një metal i pa përpunuar dhe doli një flori i pastër. Më ka zbuluar dhe pasionit të tjera. Gjatë vitit 25 kemi bërë një ekspozit të trefisht. Ekspozit fotografie që bëra unë, fotografit personale e personazhe rruge, portrete.
nisi me projektin e Rolandit që ishte mobilje në bazë të riciklimit, mobilje klasike greke, klasike të vjetra, antike, plus kishim edhe projektin tjetër me pikturat. Kemi pikturuar që të dy kallëp e këpucësh. Ka ndalë kaq të bukura, një subjekt tjetër i imi, piktura. Më filloi dhe një pasion tjetër. Kështu që projekti... Praktik e bukura. Praktik e bukura. Projekti i 26-ës, themi të filloj me diçka tjetër më të bukur. Më të bukur. Edhe fotografon dhe ti? Po. Kë synon më shumë? Portretet, vëndet, njerëzit, momentet, nuk e di. Ku e ke më shumë fokusin tek fotografia jote? Fotografinë e bëjmë street fotografi. Ajo më pëlqen se ajo është jeta, ajo është gjallëria e të gjithave. Për një tjetër mund të quhet një fotografi e bukur, ndonjë peizazh, ndonjë person që është veshur bukur, mund të qëndrojë bukur. Për mua nuk është ajo e bukura është të kap momentin, emocionin e një personi. Një moment që mund të ketë një sy të përlotur. Aty unë kuptoj botën e atij, se si mendon. Një rrudhe ti mund të më çojë, mund të flasi shumë. Ajo është fotografi e bukur e imja, se është një fotografi që unë e studioj. Të pëlqen më shumë bardhëzia apo me ngjyra, Eda? Bardhëzia mund të jetë një mister. Edhe kalon edhe mesazhe të tjera, po fotografia me ngjyra ka jetë. Jep grim. Ka jetë. Kush është urimi yt për 2026? Urimi im është shëndeti mbi të gjitha. Të kemi shëndetin se ajo është kryesorja, po s'pati shëndetin, të kemi energji, të krijojmë gjëra shumë të bukura, frymëzim dhe të jemi vetvetja. Po të jesh vetvetja, të kesh ëndrat e tua, pa parë ëndrat e tjetrit, se dalin të shëmtuara, ëndrat e tua duhet t'i realizosh. Faleminderit, dhe një mesazh të bukur. Të qeni vetvetja, pavarësisht se ka kosto, ne e dim që ka kosto, por mos të heqësh dorë nga ëndrat e tua. Të uroj të mira në këtë vit të ri, edhe me projekte plot të bukura për t'i ndarë edhe për shikuesit e Blu Televizion. Faleminderit dhe juve, gëzuar. Miq, ne do të shkëputemi. Kemi gjithë ditën sot, shkëputemi për pak, vim përsëri në studio, shkëputemi me të tjerë të ftuar, vim prapë në studio me të ftuar të tjerë. Të ftuarit janë në shumë disiplina, në shumë dimensione, në shumë ngjyra, por mbi të gjitha janë ata që sot përcjellin urime të sinqerta për një 2026 të fuqishme, të fortë, me forcë dhe me ëndër.